kaq, me sjaru situatën, në kupton se publiku nuk është butallak. Futen në YouTube aty del Lorna, kush është zëri Stines. Kupton çfarë po them? Kush është kjo? Se të them unë tash nuk e njoh Stinen. Ke parasysh apo nuk bën sens. Nuk bën sens. Ne kemi foto bashkë, ke parasysh apo them, nuk ka sens. Se do them jo. Unë e pyeta, e njeh? Më tha jo, nuk e njoh. Jo tha për zotin ta nuk e njoh, apo thash që duhet të jem afër ti. Pastaj do të kemi muhabet i krevatit. Por nuk e di mirë dhe nuk jem shumë e qartë ajo është e vërtetë si version. Gjithsesi që e ka shfrytzuar maksimalisht e ka shfrytzuar. Sepse ajo dhe fakti që los me të merr shumë benefite ndaj tij. Nga ai. Ajo mendon që merr shumë benefite nga ai. Këto mund të marrë nga tjerë. Këtu, jo për jashta. Jo jashtë. Unë mendoj që nëse kish ditë me lujt pak më mirë një personazh, kur unë thash, unë e di që Tina ka dalë personazh pozitiv, pse e mendon ti? Tash ashtu është mendimi im. Unë e di që ti perceptohesh, është mendimi im. Unë mendoj unë që ti perceptohesh shumë mirë për jashtë. Ti, si Brigen. E mendoj, është mendimi im personal. Pse? Jenë arsye që unë shikoj, sepse ti je shumë e qëndrueshme në ato që thua. Domethënë ke ndonjëherë që futesh në ca situata të rëndë, por ideja është që ti je qëndrueshme në gjën tënde. Për shembull, kur ti thua, nuk do të flasim as i mashkull, për shembull. E ke pa